Unë e kom pa podcastin e presidentës një ditë shpesha kry punë në KSZ për shkak të zgjedhjeve. Edhe e kom pa gjatë rrugës podcastin e presidentën, më pëlqej shumë pjasja që i ke bo gjithë asaj institucionalizmit të presidentës, që ke bo pjasje personale, njerëzore, edhe shumë kështë dalë mirë të përgëzoj. Faleminderit shumë. Përvojën tregoma. Përvoja, ponaj për ata që i këshyrim podcastat të mi, do anë të rego podcast, kjo ka epizodi 51. Po. Edhe për dikon që i ka shiku disa epizoda, nuk vrejnë me përdalimi se qasja është edhe koncepti është i njëjtë për krejt. Pra, ai roli dhe përgjithësia jam i ka qëto strukturat pyetjeve. Pra, e para ka për pjesën personale, qyshe që u bën se ja kinis, që do startup, që roli presidentës, tani çka është të ndodh, qysh ke arrit me bo ambën së ndën, edhe what's next. Pra, që është që struktura të CNB. Edhe te presidentja u kon qaja, do në qatë format dhe qatë strukturë. Presidentja është shumë e hapën, unë më posë fazën me bashkëpunu me presidentën disa instanca,